ftuar në një emision, këngëtarja dhe moderatorja Igli Tako ndau disa sekrete, por gjithashtu edhe projektet e saj më të reja, dhe si në vorbullën e reality show-ut, nuk la pa përmendur edhe se kë banorshë ajo fitues të këtij edicioni. E pyetur rreth eksperiencës së saj më të fundit dhe komenteve të publikut, Igli u përgjigj kështu: "Unë nuk mendoj se kam përcjell negativitet atje brenda, në fakt unë ajo jam. Dhe nuk është se mbaj ndonjë inat të madh me njerëzit që nuk ndajnë të njëjtin mendim me mua, ose që nuk i përkrahin ca veprime, se mbase vërtet nuk ka qenë për të përkrahur. Të gjithë bëjmë ndonjëherë veprime të gabuara. Mund të jetë edhe problemi im, por prandaj ndonjëherë bie dakord me veten dhe i mirëkuptoj. Mua në fund të ditës dhe familja ime nuk është se më ka dhënë dorën dhe më kanë thënë sa bukur e ke bërë." Ndërkohë, pyetjes saj pëlqen Iglit të jetë virale, ajo është shprehur se ka patur në dorë të shfrytëzojë jashtëzakonisht situata që ja kanë sjellë me pjatë dhe ka thënë jo, nuk i dua, sepse nuk më ka munguar të paktën përgjatë këtij viti. Jo, unë nuk kam bërë asgjë dhe kam qenë virale, gjë që deri diku filloi edhe të më shqetësonte, është shprehur moderatorja. Por nëse do të ishte një provokim për të qeshur, për të kënaqur publikun, nuk do të kisha asnjë problem. E pyetur se nëse ka shfrytëzuar eksperiencën e saj më të fundit për të sjellë projekte të reja, ajo u përgjigj se është përpjekur sidomos muajt e parë, sepse muajt e parë me të vërtet kanë qenë shumë të vështirë për të rikthyer në realitet dhe për t'i thënë vetes që nuk je atje, por je rikthyer. Do fazën e vet që të kaloj kjo gjë, një vit ose dy dhe pastaj çdo gjë është në rregull, është shprehur këngëtarja. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar.